në natyrën njerëzore të dashur vëllezër, është tendenca e njeriut për t'u ankuar. Syri jonë shpesh sheh gjërat që mungojnë dhe në anën tjetër i harron mirësitë e pafundme me të cilat ai rrethohet. Syri jonë shpesh fokusohet për shembull tek rroga që nuk është e mjaftueshme, tek shtëpia apo banesa që nuk është e madhe sa duhet, tek problemi i vogël shëndetësor që na shqetëson. Pra jemi aq të nxanur duke e kërkuar atë që nuk e kemi, sa që i harrojmë mirësitë e shumta në të cilat ndodhemi. Ne shpesh herë e shohim pikën e zezë edhe harrojmë me e pa bardhësinë e madhe të fletës. Mirë po, Islami të dashur vëllezër besimtar erdhi për ta edukuar këtë natyrë njerëzore. Islami erdhi të dashur vëllezër besimtar për të na mësuar neve një art. Artin e të qenurit falënderues ndaj Zotit të Madhreshëm. Dhe Allahu i Madhreshëm me urtësinë e tij të pafundme e ka lidhur këtë art me një premtim madhështor. Ka thonë Allahu i Madhreshëm në Kur'an: "La in shakartum la azidannakum." Nëse më falenderoni, nëse jeni mirënjohës, kam me ja ushtu të mirat. Dhe kjo shtesë të dashur vëllezër besimtar që Zoti e përmend nuk është vetëm pasuri. Mirë po kjo shtesë është me dhënë bereqet Allahu i Madhreshëm në familje, me pas një familje të bashkuar, një familje të edukuar. Kjo shtesë të dashur vëllezër besimtar është qetësi në zemrën tënde. Allahu t'jep qetësi nëse je ti falënderues dhe mirënjohës ndaj tij. Kjo shtesë të dashur vëllezër besimtar është në shëndetin tënd. Andaj ta falenderojmë Zotin e Madhreshëm dhe të jemi mirënjohës ndaj dhuntive dhe mirësive të pafundme që na rrethojnë. Mirë po, pyetja është, çfarë është falënderimi i vërtet? A është falënderim vetëm të themi elhamdulillah edhe të mjaftohemi me kaq? Dietarët tanë të dashur vëllezër besimtar na tregojnë se falënderimi mbështetet në 3 shtylla kryesore. Pra mirënjohja ndaj Zotit mbështetet në 3 shtylla. E para të dashur vëllezër besimtar është falënderimi me zemër. Pra kjo është themeli. Pra thellësisht në zemrën tënde ti je falënderues, pra ti je i sinqert në falënderimin dhe mirënjohjen e Zotit. Ti je i vetëdijshëm se çdo dhunti dhe çdo mirësi, çdo të mirë e ke nga Zoti i Madhreshëm. Pastaj është falënderimi me gjuhë. Shprehesh të thuash elhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Dhe kjo nuk është për të mburur të dashur vëllezër besimtar, përkundrazi. Kjo është një kujtu shpesh vetes tonë edhe të tjerëve që nga shumë mirësit më dha rrethohemi e shumë pak po falenderojmë. Dhe shtylla e tretë dhe më e rëndësishme është falenderimi dhe me gjymtyr. Në mënyrë që dëshmohet sinqeriteti jonë, se ne po e falenderojmë Zotin me zemër, po e falenderojmë Zotin me gjuhë, duhet me e falenderua dhe me vepra. Praktikisht me dëshmu se ne jemi mirënjohës dhe falenderues ndaj Zotit të Madhreshëm. Atë ka dhënë për shembull Allahu shëndet. Falenderimin që mundesh me abu Zotit është që të bish në sejdë, ta falenderosh Zotin e Madhreshëm me shëndetin që ta ka dhënë. Ti përdorësh mirësitë e Zotit të Madhreshëm, ta ndihmosh një të dobët. Atë ka dhënë Allahu pasuri. Falenderimi që ja bën Zotit për këtë pasuri është që t'japësh sadaka,
që të përkujdesesh për familjen tënde. Atë ka dhënë Allahu dije, falënderim që ja bën Allahut për diturinë që ta ka dhënë është që me i mësu tjerët me atë dije, edhe me punu dhe me vepru me atë dije. Andaj të dashur vëllezër besimtar, çdo mirësi e ka zakatin e vet, dhe zakati duhet me qenë praktikisht me zemër falënderim, me gjuhë falënderim dhe me vepra falënderim. Të dashur vëllezër besimtar, shembullin më të mirë për këtë që e thash e kemi Muhamedin alayhi salatu wassalam. Imagjinoni, ai falej aq gjatë namaz note sa që i ajeshin kënd. Aisha radiallahu anha, bashkëshortja e tij, nona e besimtarve, nga dhëmshuria dhe mëshira që kishte ndaj tij, i thoshte: "O i dërguari i Zotit, a nuk ti ka falur Allahu mëkatet e kaluara dhe të ardhshme?" Çka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Dëgjoni këtë përgjigje madhështore të tij. Nuk i tha Aisha po bëj adhurim me shtesë. Mirë, po çka i tha? I tha: "Efala akunu abdan shakura." A nuk duhet jem një rob falënderues për këto mirësi që mi ka dhënë Zoti? Imagjinoni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte falënderues ndaj Zotit, e falënderonte dhe adhuronte Zotin e Madhreshëm, jo vetëm nga frika e zjarmit të xhenemit, jo vetëm nga shpresa për të hyrë në xhenet, mirë po ai e falënderonte dhe e madhronte Zotin e Madhreshëm nga respekti dhe dashuria e madhe që e kishte ndaj Allahut të plotfuqishëm. Andaj të dashur vëllezër besimtar, të dalim sot nga kjo xhami me një vendim konkret gjithë secili kur të shkojmë në për shtëpitë tona, në për banesat tona, ta pyesmi veten të ndalmi cilat janë ato 5 mirësi që Zoti mi ka dhënë dhe unë që i konsideroj zakonshme, apo do më t'i numëru. Shikimi është mirësi e madhe, dëgjimi është mirësi e madhe, e folura është mirësi e madhe, ajri që e thith është mirësi e madhe, gjymtyrët me të cilët ti ec e punon janë mirësi të mëdha. Dhe të dashur vëllezër besimtar, kujtoja vetes këto mirësi, dhe sa herë që të shkon në mendja me u anku për diçka, thuj elhamdulillah, Allahu më ka dhënë shumë të mira. Aja vlen për një breng fare të vogël, për një problem detaj fare të vogël me u anku. Pra, në këtë formë, në mënyrë praktike, ne e luftojmë kulturën e ankesës. Pra, ne e bëhemi një rob falënderues. E lutim Allahun e Madhreshëm që të na bëj prej robërve të tij falënderues. E lut Allahun e Madhreshëm që të na jep zemra që janë të mbushura me mirënjohje ndaj Zotit, gjuhë që lagen me përmendje ndaj Allahut të Madhreshëm dhe gjymtyrë që veprojnë ndaj Allahut të Madhreshëm duke shprehur falënderim dhe madhrim. Amin, amin. Walhamdulillahi rabbil